Edhe diçka në fund të kësaj videos. E ndëgjoj shumë shpesh duke thënë njeri i keq. Nuk ka njerëz të këqij, nuk ka. Ka vetëm njerëz të vetëdijshëm ose të pavetëdijshëm. Ka vetëm njerëz që janë lidera dhe njerëz që janë viktima. Këto janë dy dallime. Njerëz të këqij nuk ka. Bile, ai personi që i thojmë ne i keq, është në fakt viktima më e madhe e kësaj bote. Kështu që mos i quajmë njerëz të këqij, sepse në këtë mënyrë ne vetëm krijojmë karma dhe duhet shumë të jemi të kujdesshëm se si i vlerësojmë njerëzit. Nëse ne po i quajmë njerëz të këqij, kjo do të thotë që ne jemi jashtëzakonisht në vlerësim. Dhe kur ne jemi në vlerësim, ne shkëputemi nga gjithësia, nga